po flasëm, se ke bë gabime. Po, që më thonë. Unë kam mendu se ke kërku falje ju Elës për situatën që ke bë. Unë ju Elës e kam seruar që nuk ta kam përdorur në kontekst negativ, ta kam thënë të dvit tur, kështu ta kam thënë për fjalë, të dvit tur, sepse ke një histori me të cilën ke prekur të gjithë shqiptarët dhe si femrës nuk duhet më drejtosh shumë. Pra për ndjenja që ti ke Po si të jam drejtuar ty? Ku të kam fyer unë ty? Për shembull, të gjitha fjalët që kemi pa fillu ju kisha sugjeru me bë diskutim, që edhe ju sjaroni. Nuk është debat, absolutisht nuk është debat. Do të mos të kalojmë në debat, jo. Nuk është debat. Po unë në qoftë se të kam fyer me fjalën që Ostelina tregon më shumë vetbesim. S'ka asgjë tjetër përveç kesit më ke thënë, fjalë për fjalë. Tu brenda, po kështu më ke thënë. Përveç kesit shumë ke thënë. Kjo ka qenë fjala mbasi ti më ke prek tragjedi. Me tek të gjën, dhe ti kishe 2 ditë. Jo, ta kam thënë. Mirë, në qoftë se mendon kështu do të thotë se s'jemi gati më çfarë. Më fal. Kishe 2 ditë tërhiqe, po zotën tërhiqe. Po ta serojmë vllazë, ndoshta ka më gabim, ndoshta e ke ti. Ta serojmë tash unë deri. Jo, kishe 2 ditë në qoftë se ti mendon kështu tërhiqe. O Juela, kishe 2 ditë dhe fjalë për fjalë kam fjalën e fundit të parë, no Stelin. Ke 2 ditë kam thënë që merresh me emrin tim dhe gjuam po tek ndjenjat e mia. Nuk kam gjujtë të ndjenjat e tuja. Kam thënë që po bësh pjesë një show, e ke për dalë si aktore, po bësh pjesë një show, sepse ashtu i levërdis ati. Po, tani që e pe. Okej, tani që e pe. Mendon që show akoma nga ana ime të paktën. Tani që e pe. Unë ke pjesa jote të kam thënë, e kam marrë shumë personale. Unë të kam thënë mendimin tim për këtë treshe, basi u futina, të thash të dushi që Ostelina, unë të pjesa e Pandorës, unë si Juela kështu gjykoj. Kur hapa Pandorë dhe pash Inën, unë nuk do t'i kisha busqes ose do t'i kisha thënë në atë moment Ledionit, do t'a kisha përdor si kartë, i kisha thënë, disi është puna Ledion, ma keni sjell këtu, tani qa do bëjën me këtë. Kush është kjo? Unë s'do t'ja për shembull, do t'a kisha tregu veten. Sikur unë mund t'a kisha përdor këtë kartën e hiperbolizimit të kësaj gjëje që tim ke përdorur,